2 prilli shënon ditën botërore të autizmit. Në kuadër të kësaj dite, nisma vullnetare studentore në bashkëpunim me shoqatën Rreze Shpresje dhe Junior Club ka organizuar një aktivitet sensibilizues ku me pankarta në duar kanë marshuar përgjatë gjithë pedonales të qytetit. Nëpërmjet këtij marshimi, në sloganin Autizmi flet, synohej rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve rreth këtij çrregullimi neurobiologjik dhe solidarizimit me të gjithë personat që vuajnë nga autizmi, duke cilësuar ata si të barabartë me të gjithë ne. Ndërkohë, aktiviteti u shoqërua me lojra animacioni me fëmijët me autizëm dhe shpërndarjen e fletpalosjeve informuese për qytetarët. Ne kemi vendosur që të bëjmë këtë ecje për të sensibilizuar të gjithë personat të cilët ndoshta edhe nuk janë në dijenik të saj smundje, po ashtu edhe personat të cilët kanë një fëmijë me autizëm, cilët do t'i mbështesim edhe do t'ju japim një forcë që do t'ju them që autizmi nuk është një problem. Fëmijët autik nuk janë një problem edhe një barr për prindët e tyre, por janë një lumturi siç janë edhe fëmijët e tjerë. Mesazhi më domethënës në këtë ditë përcjellet nga vetë persona që vuajnë nga autizmi. Nuk jam ndryshe për jam një veçantë. Autizmi prek 1 në 150 njerëz në botë, nisur nga ky realitet shqetësues, OKB ka shpallur 2 prillin si ditën botërore të autizmit me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës rreth këtij çrregullimi. Alarmi i autizmit tek fëmijët po rritet edhe në Shqipëri, prandaj prindrit duhet të ndërgjegjësohen në masë për njohjen e simptomave të autizmit apo edhe të çrregullimeve të tjera të këtij lloji në mënyrë që për fëmijët e tyre të ketë një trajtim sa më të hershëm dhe të frytshëm.